تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى دواجم كالليبر المحرر في الحديث të autorit Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah. Dhe jemi te pjesa e librit ku thot autori rahimahullah Kitabul Jihad was Siyar. Do thon libri i xihadit dhe ekspeditave ushtarake. Libri i xihadit dhe ekspeditave ushtarake. Kapitulli i parë në këtë libër që e përmend autori Ibn Abdul Hadi rahimahullah thot Babu Fardil Jihad. Kapitulli rreth obligueshmërinë e xihadit. Kapitulli rreth obligueshmërinë e xihadit. Thot shpjeguesi i këtij librit, Sheikh Zeidi rahimahullah, thot se xihadi nga aspekti i gjuhës, nga aspekti lingvistik, është domethënë dhënia e përpjekjeve ose bërja e përpjekjeve. Bërja dhe dhënia e përpjekjeve. Sa ka njeriu fuqi dhe kapacitet. Kjo është nga aspekti gjuhësor. Kurse kuptimi sheriatik, thot Sheikh Zeidi rahimahullah, është shpenzimi i gjithë mundit dhe fuqisë në luftimin për hir të Allahut, me pasuri, me veten, me gjuhë, me penë dhe me mjetet të ngjashme për ta ngritur lart fjalën e Allahut subhanahu wa taala, për ta rënuar kufrin dhe shirkun, Pastaj vazhdon Sheikh Zeidi rahimahullah duke thënë se çështja e xihadit është prej obligimeve më madhështore në fen tonë dhe prej detyrave më madhështore dhe është maja më e lartë e Islamit. Është maja më e lartë e Islamit. Dhe thot Sheikh Fauzani hafidhahullah se bile ka prej dietarëve që e kanë llogaritur çështjen e xihadit si shtyllë të gjashtë të Islamit. E kanë llogaritur, do të thonë disa prej dietarëve, jo krejt dietarët, disa prej dietarëve, edhe kjo tregon pozitën dhe vlerën e kësaj çështjes. Që ata domethënë ta llogarisin si shtyllë prej shtyllave të Islamit, kjo tregon domethënë në vlerën dhe pozitën e kësaj çështjes. Dhe argumentet për obligueshmërinë e xihadit, thot Sheikh Zeidi rahimahullah, janë nga libri Allahut subhanahu wa taala dhe po ashtu edhe nga suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam, se Allahu taala thot wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah. Domethënë, luftojeni ata derisa të mos ketë më fitne dhe derisa feja të jetë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, jahidul mushrikina bi amwalihim wa anfusikum wa alsinatikum. Do thonë luftojeni mushrikët me pasurinë tuaj, me vetët tuaja dhe me gjuhën tuaj. Pastaj thot Sheikh Zeidi rahimahullah se xihadi është dy llojesh. Është obligim individual për domethënë ato personat në fjalë që tash do përmenden, është obligim domethënë individual dhe obligim domethënë kolektiv, domethënë obligim kolektiv. Sa i përket domethënë të parit, domethënë fardun ain, obligim individual, është domethënë thot Sheikh Zeidi rahimahullah, dhe kjo do shpjegohet tash gjatë këtij librit, se nuk janë një hadith, janë domethënë shumë hadithe
që e trajton këtë temë, është domethënë obligim individual për ata burra, do thonë me qenë burr duhet, jo gru. Jo me shku grana për Sirinë, për Afganistan dhe ku e di ku, me qenë burr, do thonë që ti duhet ta shtamsojsh këtë domethënë. Se nesër dikush thot ta merr gruan, të merr ty bashkë dhe shkoni atje, dhe ti mendon se edhe gruaja jote po bën xhihad. Jo, sini tu bas në sen, jeni veç tu shkatru. Domethënë me qenë burr, rijal. Xhihadi është për burra, domethënë, me qenë mine rijal. Jo mine inas, mine nisa, me qenë prej burrave. Pastaj me arrit me pas moshën të pjekurisë. Do thonë nëse nuk e ka moshën e pjekurisë, nuk duhet me shku. Këta do thonë të gjitha sende që duhet njeriu me i pas parasysh. Me qenë për njerëzve që janë të lirë. Që janë do thonë njerëz të lirë. Nuk janë do thonë as njerëz të burgosur, e as njerëz do thonë në të robëruar. Wal qadirin, dhe me qenë do thonë në me pas fuqi. Me pas do thonë në fuqi në përballimin e atyrve që i lufton. Kurse fard kifaja, do thonë obligim kolektiv, thotë Sheikh Zejdi rahimullah është, kur e bën, do thonë një grup, kur e kryen, do thonë këtë detyrë, këtë obligim, një grup prej muslimanëve, atër bie, do thonë në bie obligimi ose obligueshmëria prej të tjerëve. Dhe këto çështje, barakallahu fikum, kur është fard ain, kur është fard kifaja, nuk e zgjedhin e dy. Jo. E zgjedhin, do thonë, pushtetarët. Dhe me ministrat e tyre, me këshilltarët e tyre, me elitën e tyre. Jo uleni do një podrum, do një dhomë, do një ku e di ku, nën urë, a i thoni ashtu, edhe hajde ta bëjmë bashkë tash një qorp, edhe të sulmojmë, ku duhet, ku s'duhet. Jo. Kjo nuk është xhihad. Kjo është rëmuj dhe shkatrim dhe çrregullim dhe prishje në tokë. Islami nuk ka ardhur për këto sende, edhe për këto qëllime dhe synime. Domethënë, këto sende i vlerëson pustetari legjitim. Pushtetar i cili është legjitim. Jo pushtetari vetë quajtur i vetë shpallur. Barakallahu fikum. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se kjo që xhihadi, do më thonë obligueshmëria e xhihadit, është bërë në mënyrë graduale. Do thonë jo me një herë, po do më thonë në mënyrë graduale. Dhe kjo pasi, dhe këtu flet Sheikh Zejdi rahimullah në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pasi që është shtuar numri i muslimanëve dhe fuqia e tyre. Do thonë 13 vjet në Mekë nuk kanë lëviz asnjë sen. Jo me dalë në demonstrata, protesta, i kërkojmë të drejtat tona, se jemi pa punë, se kjo qeveri është e korruptuar, këta bëjnë kështu, këta në hajna. Prandaj, ne themi, mes nesh dhe jush janë argumentet. Se la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, do të thotë, do më thonë, që ti të hysh në islam 100%, për sende që të pëlqenjë dhe për sende që nuk pëlqenjë. Ti duhet ti nënshtrohesh. Muslim, çka është muslim? I nënshtruar ndaj të gjitha kërkesave të fesë që Allahu Teala ka shpallur. Sende për ty të pëlqenjë ose nuk pëlqenjë. Ti e rob, thotë Sheikh Fuzani, ti e krijuar, Allahu të ka kriju. Edhe duhet t'i bindesh Allahut subhanahu wa taala. Duhet t'i bindesh Allahut subhanahu wa taala. Kjo do më thonë, nuk ka ndodhur në Mekë që të dalin do më thonë muslimanët, pejgamberi alayhi salatu wassalam, Ebu Bekri radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu, Uthmani radiallahu anhu, Aliu radiallahu anhu dhe të tjerit prej sahabëve ridwanullahi alejhim, nuk ka ndodhur që dalin edhe thonë po bëjmë protest se na bëhet padrejtësi, edhe me të vërtetë jo është bërë padrejtësi. Janë përsekutuar,
janë dëbu, janë, domethënë, u kanë marrë të drejtat, i kanë shtypur, u kanë bë lloj-lloj padrejtësi, kanë synu vrasjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe sahabëve të tij, dhe disa i kanë vrabile. Por asnjëherë nuk ka ndodhur që pejgamberi alayhi salatu wasallam të thotë sahabëve, hajdeni me dal te Çabja, në qendrën e Mekës, edhe ta bëjmë një protestë. Që t'i kërkojmë të drejtat tona, se ne jemi të vendit, edhe ata kanë qenë të vendit. Ata kanë qenë Mekanas, të lindur në Mekë. Sepse kjo nuk është rruga e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Nuk është rruga e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kjo është rruga prej Francë. Kjo çështja e protestave, demonstratave, nuk vjen prej muslimanëve, vjen nga Franca, kur kanë dalë njerëzit dhe kanë bërë kryengritje kundër kishës. Kjo do thonë vjen nga Franca, nuk vjen nga Mekja as nga Medinja, vjen nga Parisi. Tash ti duhet me ditë se ku do të drejtohesh. Kjo do më thonë kur muslimanët, numri i tyre është shtu dhe po ashtu edhe fuqia. Se ti mundesh me pas numër shumë, po s'ke fuqi, s'ke armatim, s'ke pajisje. Kush e vlerëson këtë? Pushtetari e vlerëson. Ai di sa pajisje ka, sa armatim ka. Dhe thot Shejhu Shejh Zejdi rahimullah, xhihadi ka kushte, ka rregulla që patjetër duhet të plotësohen. Do thonë ka kushte dhe rregulla, nuk është kështu, hajde dalim edhe e kemi një jetin të mirë. Nuk mjafton një jetë i mirë, nuk mjafton. Nuk mjafton. Ka kushte dhe ka rregulla dhe ka faktore pengesë. Ka pengesa, mund me pas pengesa që nëse ato pengesa, thot Shejh Zejdi rahimahullah, janë domethënë në rrugë, gjatë implementimit të xhihadit ato pengesa paraqiten, atëherë domethënë la yajuz ad-dukhulu fi. Nuk lejohet domethënë muslimanët të futen në këto sende. Nuk lejohet domethënë, nëse ka pengesa. Kush i vlerëson këto pengesa? Pushtetari, njerëzit që kanë kompetencë, njerëzit që kanë kompetencë. Thot Shejh Zejdi rahimahullah këtu në vazhdim se që me qenë xhihadi obligim individual, kjo është në 3 situata. Kjo në 3 rrethana. 3 rrethana, 3 situata. Situata e parë është kur një armik i sulmon muslimanët në shtëpit e tyre. Këtu është për ata, do thonë për burrat këtu. Pra për burrat, jo për burrat, për ata që kanë fuqi, edhe që janë të lirë, është domethënë obligim individual për secilin domethënë që i përmbush ato kushte që me luftu dhe me mbrojt vendin e tij. Dhe me mbrojt vendin e tij, me mbrojt veten e tij, me mbrojt nderin e tij, me mbrojt pasurinë e tij dhe familjen e tij. Kjo domethënë bëhet në këtë situatë xhihadi domethënë në obligueshmëri individuale. E para. E dyta, kur pushtetari musliman të cakton, ta çon një ftesë që ti, do thonë filan fisteku, i ftuar do thonë të paraqitesh. Këtu, në këtë rast do më thonë e ke obligim, kur pushtetari do më thonë të cakton do më thonë, në mënyrë do më thonë specifike. Edhe qënë ftesë, a qënë letër, a qënë ushtar, ose do një polic ta për të cilat mesazh, atëherë duhet do më thonë, atëherë duhet ti paraqitesh. Atëherë duhet ti paraqitesh. Pastaj, situata ose rrethana e tretë, thot Shejh Zejdi rahimahullah, kur luftëtari është në fushbete. Kur gjendet, do më thonë, luftëtari në fushbete, ka hyrë në fushbete, atëherë e ka për detyrë aty me qëndru dhe e ka obligim individual.
kur hyn domethënë fush bete, ka fillu çështja, atëherë në këto situata nuk guxon domethënë me u largu. Do e shohim tash domethënë në vazhdim se ka situata kur lejohet me u largu. Edhe këto rregulla duhet me i njoh muslimani. Këto rregulla duhet me i njoh muslimani domethënë. Barakallahu fikum. Edhe si ka thënë Sheikh Ibn Bazi rahimahullah, ndoshta ne nuk e dim ndoshta atë të punuarit domethënë me ato armat. Nuk e dim, ama ne i dim rregullat. Ne i dim rregullat. Kështu ka thënë Sheikh Ibn Bazi rahimahullah. Ndoshta ne nuk dim domethënë se si përdoren ato armë, po i dim rregullat, që duhet t'i kesh parasysh. Dhe ka situata, thot, pos këtyrve 3 situatave, thot Sheikh Zejdi rahimullah, pos këtyrve 3 situatave të lartë përmendura, kur të sulmon armikun shpinë tane, kur pushtetari domethënë të bën ftesë. Edhe kjo barakallahu fikum që ka me gjasa të madhe, që edhe pa besimtarët e kanë marrë këtë për muslimanëve. Se dhe të ata kjo ekziston domethënë që nëse ka luftë ose diçka e jashtëzakonshme, edhe çon domethënë pushtetari, kryeministri, ministri, kryetari i shtetit, çon domethënë ftesë. Urdhër, po, duhet t'i paraqitesh. E nëse nuk paraqitesh të fusin burg, se është kjo llogaritë një farë lloj domethënë tradhti ndaj shtetit, barakallahu fikum. Këto se nuk janë vetëm në islam domethënë. Edhe me gjasa të madhe ata i kanë marrë prej muslimanëve. Edhe treta domethënë situata kur i e domethënë në fush bete. Pos këtyrve 3 situatave, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, është domethënë fard kifaya. Fard kifaya, edhe ndodh në këto raste kur është fard kifaya, me qenë domethënë për ty i pëlqyer, mustahab. Domethënë fard kifaya nëse numri është i mbushur, i plotësuar, numri është i plotësuar, s'ka nevojë më. Po ti do me shku. Domethënë nëpërmjet pushtetarit, jo vetë me shku aty, askush nuk të din ai aty a ku je. Jo. Ai me ditë domethënë ti je i shënuar. Që ta din domethënë duhet se për ato ushtar duhet domethënë furnizim. A është ashtu? Nëse secili shkon pa i paraqitur aty. Ai ka llogaritur ushqim për 1000 ushtar, në fund janë 2000 ushtar. Edhe vdesin ata për bukë. Edhe ne kapen mes vete. Kjo nuk është e logjikës, edhe të mençurisë. Prandaj domethënë të gjitha këto sene bëhet domethënë në mënyrë zyrtare dhe me organe domethënë të shtetit. Shteti i cili është legjitim. Jo shtetet e veçpallura. Jo shtetet domethënë të veçpallura. Pastaj përmend Sheikh Zejdi rahimahullah sa i përket çështjes së ehlul kitabit, kur të gjitha kushtet domethënë përmbushen, edhe të gjitha domethënë rregullat janë aty dhe pengesat janë larguar, atëherë në lidhje me ehlul kitabin, para se me i luftu, çështja e parë është ftesa në islam. Nëse ju në islam, domethënë atëherë i gëzojnë ato të drejta që i kanë muslimanët. Hapi i dytë, nëse nuk e pranojnë islamin, atëherë duhet me paguajë domethënë gjizja. Dhe këtu bëhet marrëveshje domethënë mes shtetit legjitim me ato domethënë që e banojnë pastaj atë vend ku e kanë çliruar muslimanët. E nëse edhe këtë nuk e pranojnë, atëherë vjen domethënë çështja e luftimit. E luftimit. Edhe do shohim në vazhdim, ky luftimi nuk është kështu domethënë në mënyrë të çrregullt. Luftim domethënë me njerëz që janë ushtar, jo me i shkatru fëmijët, gratë, pleqt e kështu me radhë. Kurse sa i përket thot Sheikh Zejdi rahimullah, gjihadi ashtu quajtur kur ndodh domethënë gjatë kohave të trazirës dhe fitneve ndërmjet muslimanëve. Ndërmjet domethënë muslimanëve, kjo domethënë ose në situata domethënë kur muslimanët nuk e kanë atë fuqi të përballohen me armiqtë e tyre, këta lloj xhihade nuk janë të legjitimuara ndërmjet muslimanëve, ose domethënë kur muslimanët nuk kanë
fuqi me u përballu, domethënë me armiqtë e tyre. Këta lloj xhihade domethënë nuk janë të legjitimuara. Sepse patjetër domethënë fuqia është kusht që me qenë domethënë të fuqishëm, sepse Allahu Teala ka thënë wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Domethënë dhe përgatituni kundër tyre aq sa të keni mundësi prej fuqisë. Edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah në vazhdim, pra nuk bën me hy në luftë para se me u para pregadit. Nuk bën me hy, domethënë njerë mos thuj, hajde ta nisim ne tash, ta fillojmë, e ne pastaj do shohim si ka me dal puna. Jo. Kjo domethënë nuk është logjik muslimane. Kështu muslimani nuk mendon. Që me thënë hajt njerë ta nisim, ne ta provojmë. Del si del. E ne pastaj nëse na del keq, jo po tash e kush e manat përgjithësi për ato që janë të vrarë, që nuk kthehen më në shtëpi, që metin ato jetima. Kush e manat përgjithësi? Askush, sipas Hawarixhëve. Jo, këtu ka dikush përgjithësi. Tu ka dikush përgjithësi, do të thonë pushetari legjitim, që duhet pastaj me u kujdes për ato gra, për ato fëmijë. Këto do të thonë rregulla, janë çështje të rënda. Këtë nuk e zgjedhim ne dy. E zgjedh do të thonë elita e dietarëve dhe të pushtetarëve. Krerët e shtetit, që ndoshta si ka gjumi natën, duke menduar rreth këtyre çështjeve, a bën as bën. Jo ti tu pi kafe aty dhe çaj dhe hajde tash si t'ja bëjmë. Ku dalim, si dalim. Kjo është çmenduri dhe çrregullim tokë dhe prishje. Këtu pasaj Ibn Abdul Hadi rahimullah përmend hadithin e parë, I cili është në renditje të këtij librit 785. Thot Ibn Abdul Hadi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala shu'batin min nifaq, rawahu Muslim. وذكر لابن المبارك أنه قال فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith, I cili transmeton sahabiu I nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku thotë se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush vdes pa marr pjesë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, dhe pa e pasur në zemrën dëshirën për të marrë pjesë në të, ai vdes mbi një deg të hipokrizës. Të hipokrizës. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se kjo është një çështje shumë e rëndësishme që ata musliman që e kanë arritur moshën e pjekurisë prej burrave që janë të lirë e kështu me radhë, që ata domethënë patjetër duhet domethënë vetës domethënë me I fol dhe me pas nijet në zemrat e tyre dhe në mendjet e tyre domethënë që kur të përmbushin ato kushtet, edhe nëse mfton pushtetari, edhe kushtet janë të përmbushura dhe dietarat kanë dhënë fetva, elita e dietarëve kanë dhënë domethënë fetva për këto çështje, atëherë ai domethënë që do I përgjigjet. Që ai domethënë do I përgjigjet që domethënë mos të hyjnë domethënë në këtë kërcënim, se kjo është domethënë thotë shehu një kërcënim domethënë kundër atyre njerëzve domethënë që e neglizhojnë këtë çështje domethënë. Edhe këtu po ashtu Sheikh Ibn Baz rahimahullah thotë që njeriu duhet me pas këtë synim në zemrën e tij, në mendjen e tij domethënë, dhe mos me qenë domethënë asesi I shkujdesur. Sepse thotë këtu Imam Uthejmini rahimahullah në pjesën e mata ala shu'batin min nifaq, domethënë ai vdes mbi një deg të hipokrizisë, thotë Sheikh Uthejmini rahimahullah, sepse el munafiku është prej njerëzve më frikacak. Dhe ai nuk mundet domethënë me luftu. Edhe ai as nuk e ka në mendje me luftu. Edhe si ka ndodhur në luftën e Uhudit. Dolën demek se u shfaqën demek se janë me muslimanët, tu shku rrugës kur e panë se me të vërtet ka me pas ballafaqim,
u kthyn. U kthyn. Edhe në luftën e Tabukit, po ashtu i lanë muslimanët në balë. Edhe në situatat të ndryshme, do thonë, edhe në El Ahzab, në luftën e Hendekut, i lanë muslimanët në balë munafikët. Prandaj kjo çështje mata ala shu'batin min nifaq. Ai vdes mbi një deg të hipokrizisë. Prandaj domethënë duhet njeriu ose domethënë është përgjigjur kësaj sen kur përmbushen kushtet dhe rregullat dhe janë larguar pengesat dhe që të përmbushen këto sende i caktojnë domethënë pushtetarët dhe dietarët. E nëse nuk ka si që thotë Sheikh Al-Albani rahimahullah, se situata aktuale e muslimanëve është e tillë, domethënë që ata nuk mundet ta bëjnë një gjë e tillë. Atëherë domethënë më e pakta domethënë njeriu e ka si synim, dhe në mendjen e tij. Pastaj këtu Sheikh Zejdi rahimullah se u përmend këtu te transmetimi se Abdullah ibn Mubarak rahimullah, që është prej dietarëve të mëdhtë të selefit, ka thënë se ne e shohim kët hadith, është domethënë hadith që vlen kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Domethënë e ka përkufizuar kët hadith dhe kët kërcënim vetëm për në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por Sheikh Zejdi rahimahullah thot se ajo që është qartë nga domethënia e hadithit se nuk është i përkufizuar vetëm për në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, por e ka vlefshmërinë deri në ditën e Kiametit. Do thonë, me gjithë respektin për këtë imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, Sheikhu rahimullah, Sheikh Zejdi thot se nuk është që përkufizohet çështja deri domethënë në vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Edhe mbaron ky lloj kërcënimi që vdes ai domethënë mbi një deg të degëve të hipokrizisë. Por kjo vazhdon domethënë ky kërcënim për ata njerëz deri domethënë në yaumul qiyama, deri domethënë ditën e Kiametit. Pastaj hadithi i radhës, thot autori rahimahullah, Anasin radiallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, jahidu al-mushrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Do thonë luftoni kundër mushrikëve me pasurinë tuaj, me vetët tuaja dhe me gjuhën tuaja. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, këto janë domethënë tri mjetet, këto janë domethënë mjetet që i posedojnë muslimanët në lidhje me çështjen e xhihadit. Xhihadun nafs, që domethënë në vetë të jetë i pranishëm aty në fushë bete, ose xhihadul bil mal, do thonë të luftuarit me pasuri, duke shpenzuar domethënë pasuri që me pas mundësi me blej domethënë pajisje ushtarake, me blej domethënë çështjet e udhëtimit dhe transportit për makinat, për sene tjera domethënë kështu me radhë, çështja e ushqimit domethënë, të gjitha këto domethënë organizohen dhe domethënë bëhen domethënë me lek. Edhe shteti e din domethënë se sa e ka buxhetin. Ose ajo Ministria e Mbrojtjes, se sa ditë për shembull mundet me furnizu sa ushtar. Edhe çështja xhihadu bil kelima, do thonë xhihadi me fjalë, dhe ajo është, thoshte Sheikh Zejdi, ajo është domethënë xhihadi i dietarëve, që ata domethënë luftojnë me lapsat e tyre dhe me gjuhat e tyre duke i ftuar njerëzit në fenë Allahut subhanahu wa taala dhe duke bërë të qartë domethënë të vërtetën nga e pavërteta. Këtu te ky hadith, nëse shikojmë renditjen e fjalive, domethënë, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, jahidul mushrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Do thonë njerë në fillim përmendet këtu me luftu me pasurit tuaja, me pasurin. Pastaj anfusikum me nefsin.
Dhe shejhu ynë, Shekh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, në shpjegimin e këtij hadithit thot se ku është përmend çështja e xhihadit në Kur'an dhe çështja pastaj e pasurisë dhe nefsit, për herë është përmendur para pasuria, pastaj nefsi. Vetëm në surat At-Tauba, kur është përmendur një herë domethënë xhihadi, është përmend aty një herë nefsi, vetja e njeriu domethënë, dhe pastaj çështja e pasurisë. Kurse në ajete të tjera të shumta, njerë në renditje domethënë, sikur është edhe këtu në hadith, amwal, mal, pasuria, pastaj domethënë në çështja e nefsit. Sepse thot Sheikh Abadi hafidhahullah se kjo tregon domethënë se çështja e xhihadit me pasuri është çështje madhështore dhe e madhe. Është çështje madhështore dhe e madhe, sepse është çështje domethënë që ajo e bën para përgatitjen. Ajo me ato domethënë me atë pasuri, me ato mundësi domethënë ekonomike ti e bën para përgatitjen. Dhe këtu Sheikh Uthemini rahimahullah thot, në rast se ka mundet me pas njerëz që janë frikacak dhe janë domethënë të dobët domethënë në trupin e tyre. Saqë domethënë ai në momentin e parë që shef armikun i bie krejt armatimi poshtë. Atëherë, por në anën tjetër thotë Sheikh Uthemini, ky person ka pasuri maramenca. Ky person në fjalë ka pasuri të madhe. Atëherë, në raste të tilla, thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, është më mirë për këtë person që ai me shpenzu këtu. Më mirë është domethënë me shpenzu nëse ka trupin të dobët dhe ekziston edhe se është frikacak. Atëherë domethënë ai domethënë shpenzon. Pastaj hadithi i radhës thot autori Ibn Abdul Hadi rahimahullah, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه. Tregon sahabiu i nderuar Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma thot se erdhi një njeri tek pejgamberi alayhi salatu wassalam duke i kërkuar me luftu. Duke i luftuar domethënë marr pjesë në luftë. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam e pyeti: "A i ke prindërit të gjallë?" Ai personi u përgjigj: "Po." Tha po, domethënë i kam të gjallë. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha: "Fa fihima fajahid." Domethënë atëherë përkushtohun ndaj tyre. Atëherë domethënë fa fihima fajahid, aty bën xhihadin domethënë, duke qenë në shërbimin e tyre. Duke u bë aty domethënë hizmet, duke i përmbushur kërkesat e tyre, nevojat e tyre. Fa fihima fajahid. Edhe kjo tregon domethënë, por këtu është domethënë, këto hadithe domethënë, edhe hadithi radhës tash që do shohim, thot shejhu ynë Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah se këto hadithe domethënë kanë të bëjnë ose lidhen me temën e xhihadit ku është fard kifaya, obligim kolektiv, që pushtetari e sheh domethënë se numri është i plotësuar dhe s'ka nevojë. Atëherë, domethënë në raste të tilla ai domethënë e vlerëson dhe këtu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam pushtetari, e ka vlerësuar domethënë edhe prandaj i ka thënë, a ke prindër të gjallë? Ka thënë po, atëherë përkushtohun ndaj tyre. Hadithi i radhës an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذن لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. Këtu Abu Saidi radiyallahu anhu tregon se një burr emigroi
u shprëngull nga Jemeni në Medinë, tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha, a ke dikëti në Yemen, do një familje, do një të afërt? Personi në fjalë tha, i kam prindërit e mi, babën dhe nënën. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha, ata kanë lejuar ata ty këtë vepër, se sikur se do më thonë, sikur këtu ky njeri u shprëngull te pejgamberi alayhi salatu wasallam që për me luftu, me marr pjesë do më thonë në luftë. Atëherë personi tha, nuk më kanë lejuar, nuk kam kërkuar leje, edhe nuk më kanë leju. Atëherë i tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, irji, kthehu tek ata në Yemen prap, do thonë në rrugë 1 muaj e gjymës gati, ta shpinë Medinë prap me u kthy në Yemen. Prap me u kthy në Yemen, edhe kërkoju leje. Fein edhina leke fajahid. Nëse ata ta lejojnë ty, t'japin leje, atëherë lufto, hajde dhe lufto. Wa illa, e për ndryshe, nëse nuk t'japin leje, atëherë qëndro tek ata dhe bëhu bamirës ndaj tyre. Do thonë qëndro tek ata, nëse nuk t'japin leje, atëherë mos hajde. Tash, këtu lind pyetja, çka kishin thënë xhavariqët e sotshëm për pejgamberin alayhi salatu wassalam? Ai kishin thënë, hey, ky ka ardhur typi Yemenit, gjithë këtë rrugë ka bërë, gjithë këtë lodhje ka bërë, don me bo gjihad, gjihad me bo, e ti don ta kthesh prap në Yemen, me i bit prindërit. Do thonë, mendoni pak, çka do thonë xhavariqët në këtë situatë. Njeriu vjen pi Yemenit, një muaj e gjymës udhtim në përshkretitat e gadishullit arabik. Me mzi dosha ka shpëtu me mrin Medinë. Edhe tash i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, irji, kthehu në Yemen. Kërko leje prej prindërve. Çka kishin thënë domethënë xhavariqët për pejgamberin alayhi salatu wasalam? Ky do me anulu gjihadin. Se kjo është ajo logjika e xhavariqëve. Kështu ata mendojnë. Ka ardhur pi Yemenit, don me luftu, ti thosh ktheu pyeti prindërit. Ky do me anulu gjihadin. Ky se do gjihadin. Shikoni do thonë se nuk është sa aq e lehtë kjo temë. Kjo temë është domethënë komplekse. Se sipas logjikës së xhavariqëve i kishin thënë, ti do me anulu gjihadin. Ky gjithë këtë rrugë ka bërë, tash ti i thuash ktheu në Yemen. Pyeti prindërit. Bile, ajo që është e realiteti i xhavariqëve, ata i mësojnë me ato mendimet e tyre djallëzore, fëmijët e muslimanëve, se si ti mashtrojnë ata prindërit që tu ikin në Turqi, prej Turqi në Irak, prej Turqi në Siri, prej Turqi ku e di ku, që mos ta marrin vesh baba dhe nëna se ku po shkon ky. Doshte i thot jam të bëu pushim. Edhe i del pushimi atje, ke ato mashtruesit. Se ne patëm këtu periudhën kur ai të Tiranës, ai të Shkupit, ai të Prishtinës thoshin kjo pranverë arabe ka shumë beriqet. Ai tjetri thoshte janë parë engjullit në Siri. Me laqet i kanë pa. Kjo çka është, i kanë pa me laqet atje. Kjo është, o ti musliman, hajde mi pa me laqet atje. Hajde këtë mirësi që po e shohin ata, edhe ti ta përjetojsh. Kjo është ftesë, domethënë, që ti shkosh atje, ta shkatrojsh vetën tënde me gjithë familjen tënde. Edhe thot Sheikh Abadi hafidhahullah, ata që kanë shku në për ato vende, janë shkatru psiqikisht edhe fetarisht. Edhe doshta në fund e ka paguajnë me jetën e tij. Edhe nëse ka pështu, do të thonë ka ik, ai ka dome psiqike dhe dome edhe në aspektet fetare. E shumica për tyre do të thonë e ka paguajtë edhe me jetën. Atë
si me thonë, si është një fjalë, atë avantur, po, këtë fjalë e kërkosha. Atë avantur e kanë paguajt me jetë. Se ai tjetri në mimberi ka tregu, hajde se atje i shohin janë të i pa angjelit, janë të i pa melaqet. Ebu Bekri dhe Omeri nuk i pan melaqet në luftën e Bedrit. Pejgamberi ishte të i pa. Ebu Bekri dhe Omeri, Ebu Bekri është njeriu më i mirë i këtij ummetit pas pejgamberit alayhi salatu wassalam. Megjithatë, ai nuk i pa melaqet. Këta tjerë do thonë, jo, i kanë pa melaqet tash në Siri. Edhe shkoni atje shkatrohuni. Këtu i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, shko pyete babën dhe nënën. Nëse ta lejon, hajde, nëse nuk ta lejon, rri me ato, shërbej ato, edhe në rregull. Fa fihima fajahid. I pari në thonë atëherë përkushtojnë ndaj tyre, te i dyti do më thonë i thotë, illa fa birrahuma. Për ndryshe do më thonë, rri me to dhe bohu mirë. Bohu i dobishëm për prindërit. Bohu i dobishëm do thonë për prindërit. Edhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah në vazhdim. Këtu para se të vazhdojmë, Sheikh Abadi hafidhahullah thotë se çështja kur kanë filluar domethënë kohën tonë, domethënë kohën më e vonshme tash domethënë, këto vitet e fundit, këto vitet 30-40 vitet e fundit, është çështja e Afganistanit. Edhe aty ka lindur El-Qaida. Thotë Sheikh Abadi, aty ka lindur ose me fjalë tjera e kanë themelu domethënë El-Qaida. Se aty janë bashku domethënë ata kokat e Khawarijve me shujuhet e tyre, si Abdullah Azami. Abdullah Azami ka qenë prej zonësve të Sejt Kutubit. Ai i ka mësu librat e Sejt Kutubit për menç. Edhe ka shku në Afganistan. Në Afganistan e ka helmu, domethënë e ka përhap këtë helmin e Khawarijve, librat e Sejt Kutubit, domethënë në mesin e fëmijëve të muslimanëve. Edhe prej atij domethënë atë përzierje aty që ka pas, ka dalë në fund El-Qaida. Al-Qaida domethënë. Arabisht El-Qaida. Ka dalë domethënë aty. Edhe ata janë, thotë Sheikh Abadi. Kjo është prej dietarëve më të mëdhej kohës sonë. Që 70-80 vjet i ka kaluar domethënë duke u marrë me dije. Për afërsisht 50 vite ka dhënë mësimdhënie në xhaminë e pejgamberit alayhis salam ky burr. 50 vjet mësimdhënie. Sheikh Abadi thotë çfarë thotë? Se ata El-Qaida, ata punojnë me çrregullsi, duke bë prishje dhe shkatrim. Dhe po ashtu domethënë edhe shkatrimi i nufus, i njerëzve domethënë, vrasje domethënë. Vrasje, kështu domethënë këta njerëz e kanë humbur veten e tyre dhe i kanë humbur edhe të tjerit. Domethënë veten e kanë shkatruar, po edhe i kanë shkatruar edhe të tjerit. Edhe i kanë shkatruar domethënë edhe të tjerit. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se këto dy hadithe që u përmendën këtu, do thënë tregojnë qartë të drejtën ose hakun që e ka prindi ndaj fëmijës. Qofshin ato fëmijë meshkuj ose femra. Do thonë mos mendojnë ajo femra, ajo vajzë se nuk ka obligime ndaj prindërve të saj. Do thonë obligimi është i përfshin këtu edhe meshkujt, edhe vajzat. Dhe këtu është domethënë kur bëhet domethënë është çështja domethënë kur është çështja e xhihadit domethënë për atë person i pëlqyer, në mënyrë vullnetare domethënë. Atëherë këtu duhet domethënë me kërku leje prej prindërve. Pse? Sepse bamirësia ndaj prindërve është obligim, detyrë. Kurse kjo është çështje e pëlqyer. Atëherë obligimi jepet përparësi para një gjë e cila është e pëlqyer në atë rrethon edhe në atë situatë. Edhe për ta bësh duhet me u kërku domethënë leje prindërve. E nëse, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, nëse pushtetari të cakton, do thonë
cakton pushtetar, urdhër që u përmend pak më parë, vjen urdhër nga pushtetari për një person të caktuar. Këtu në këtë rast domethënë nuk kërkohet leje prej prindërve. Nuk kërkohet leje prej prindërve, nëse pushtetari cakton. Kjo është edhe në vendet tona kështu. Nëse vjen urdhër prej shtetit, ai nuk pyet babën edhe mamin. A është ashtu? Kjo domethënë është çështje domethënë që duhet ti përgjigjesh. Edhe po ashtu domethënë që duhet të pyetet çështja e nëse njeriu do domethënë me marr në mënyrë vullnetare, me marr pjesë, atëherë duhet domethënë me kërku leje po ashtu në një vend tjetër, me kërku leje pushtetarit vet. Me kërku leje domethënë pushtetarit vet. Jo me dal jashtë kufive dhe pastaj me bë çrregullime në tokë. Me kërku leje domethënë në pushtetarit vet. Pastaj hadithi I radhës thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah an Qais ibn Abi Hazim an Jarir radiyallahu anhu قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين قالوا يا رسول الله ولما قال لا تراءى نارهما. Këtu tregon sahabiu nderuar Xherir radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dërguar një qet. Pejgamberi alaihi salatu wasallam ka dërguar një qet te Khatham. Ka qenë domethënë një fis të një emër të fisit që është domethënë në Yemen. Në Yemen. Kur arriti domethënë kjo qeta ekspedita ushtarake në atë vend, te ai fisi, disa prej atyre njerëzve ranë në sejdë. Që me u tregu domethënë muslimanëve se ne jena musliman. A është ashtu se kush bie në sejdë? Por aty domethënë u zhvillua luftimi dhe domethënë disa prej tyre u vranë dhe disa domethënë u vranë. Ky lajm domethënë I shkoi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam urdhëroi që me paguaj domethënë gjysmën e dijes, domethënë dënimit të gjakut. Gjysma domethënë. Edhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë distancohem nga çdo musliman I cili jeton në mesin e mushrikëve. Dhe të pranishmit I thanë, o I dërguari I Allahut, pse? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, domethënë që me qenë distanca sa që nuk mundet të shihet domethënë zjarrt e tyre. Domethënë vendbanimet janë domethënë të distancuara dhe larg. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith është argument domethënë për obligueshmërinë e shpërnguljes, e emigrimit, e hijretit prej vendeve të kufrit në vendin e islamit ose në vendeve muslimane. Për vetëm se për ata njerëz që kanë justifikim, me të vërtetë domethënë që kanë justifikim, sepse Allahu subhanahu wa taala ka thënë innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Këtu domethënë Allahu Taala ka përmend Kur'an në lidhje me ato që nuk emigrojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ata domethënë që me laçet u marrin shpirtin e tyre, duke qenë ata të padrejt ndaj vetvetes së tyre. U thuhet domethënë si ishte gjendja juaj, ata përgjigjen domethënë qalu kunna mustad'afina fil ard. Ne ishim domethënë të dobët në tokë. S'kishim domethënë mundësi të lëvizim. Atëherë u thuhet domethënë a nuk ishte toka e Allahut, a nuk ishte domethënë gjërsi domethënë që ju të emigrojshit në të?
atëherë përfundimi i tyre ka me qenë domethënë xhehenemi, zjarri, dhe sa përfundimi i keq është ai. Për vetëm se ata të doptit, prej burrave, grave dhe fëmijëve, të cilët nuk kanë mundësi ta gjejnë rrugën për t'u larguar dhe nuk dinë ndonjë mënyrë. Atëherë shpresohet që Allahu Teala t'u afal atyre, sepse Allahu është falës dhe gjithë falës. Kjo është domethënë këta janë domethënë të justifikuarit, të arsyetuarit. Për ndryshe domethënë edhe me të vërtetë me pas arsyetim për mos emigrim. Edhe njeriu vetë duhet, domethënë kjo çështje nuk është ne njërin tjetrin ta mashtrojmë. Jo, po unë i kam kështu punët, unë i kam ashtu punët, jo edhe kjo duhet bëhet, edhe ajo të bëhet. Kjo është çështje mes dhe Allahut. Edhe nëse kap njeriu vdekja në këtë gjendje, Allahu e di brendësinë tonë. Duhet me pas kujdes. Duhet me pas domethënë kujdes. Dhe thotë Sheikhu Sheikh Zejdi rahimullah se po ashtu edhe ky ajet është domethënë argument i prerë dhe po ashtu edhe hadithi se është detyrë domethënë hijreti, shpërngulja prej vendeve të kufrit në vendet e muslimanëve. Sepse qëndrimi në ato vende përmban domethënë sharr, dhe përmban domethënë shumë kundërshtime që muslimani nuk mundet domethënë me i përballu, Edhe nëse është thotë që Zejdi rahimullah personi në fjalë prej atit vendit domethënë. Është i atit vendit, ka lind në atë vend, nëse është situata e tillë, atëherë duhet me emigru sepse rreziku është shumë i madh. Rreziku është për personin dhe po ashtu edhe për familjen e tij. Është për personin domethënë dhe për familjen e tij. Dhe thotë shehu, por ka prej çuditës së madhe është që ka njerëz domethënë që e bëjnë të kundërtën dhe e quajnë këtë hijret. Shkojnë për vendeve muslimane, për vendeve të islamit, shkojnë në vendin e kufrit, jetojnë atje dhe thotë hajartu, kanë bërë hijret. Kjo tregon domethënë se si janë ndryshuar domethënë peshorët, Pastaj hadithi i radhës, thot autori rahimahullah, an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla shay'in illa ad-dayn. Dhe në një rivajet tjetër, ash-shahadatu tukaffiru kulla shay'in illa ad-dayn. Këtë hadith do të thonë Amr ibn Asit, Abdullah ibn Amr ibn Asit radiyallahu anhuma se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam që me ra shahid në rrugën e Allahut subhanahu wa taala i shlyen të gjitha mëkatet për vetëm se borxhin. Për vetëm se borxhin. Edhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, edhe ajo çka lidhet domethënë me të drejtat e njerëzve. Edhe nëse nuk është borxh domethënë. Është diçka amanet për shembull, ose diçka tjetër, është domethënë që duhet të jetë domethënë takimi parasysh. Është domethënë borxhi dhe ato të drejtat që lidhen me të drejtat e njerëzve, që ato patjetër duhet njeriu me i pastru ose dikush prej familjarëve, ose dikush domethënë prej familjarëve. Dhe me gjithë vlerën të shahidllokut, vlerën dhe pozitën dhe gradat dhe shpërblimet, por çështja e borxhit nuk i falet. Por këtu, si Sheikh Zejdi rahimullah, po ashtu edhe këtu Sheikh Uthemini rahimullah, e kanë përmendur në shpjegimin e këtij hadithit, varet ky borxhliu, borxhmarrësi domethënë, varet me çfarë niyet e ka marrë atë borxh dhe në çfarë situatë. A është domethënë marrja e borxhit për shkak të nevojës që ka dhe është në një situatë të rëndë, ose është, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, ka njerëz që marrin borxh jo që janë në situata të rënda, por
i do ato do më thonë shtesat, ato do më thonë që ai me garu do më thonë me ato të pasurit, që të duke thosh i pasur dhe ka leke kështu me radhë. Tu dallon do më thonë, kur dikush e merr prej nevojës, edhe dikush do më thonë që në vend me i pas 500 euro në qep, me i pas 1000 do ai, që duket para njerëzve se kur e qit kuletën me pas lek. Kjo dallon do më thonë. Kjo dallon. Prandaj, kjo do më thonë dallon, edhe e dyta, çështja e niyetit, synimit, qëllimit. A e merr ai borxhin me qëllim që me e kthy, ose me qëllim do më thonë që mos me e kthy. Nëse e merr, thot Sheikh Zejdi rahimullah, dhe po është edhe Sheikh Uthemini rahimullah, nëse e merr ai me qëllim ta kthejnë atë borxh, edhe vdes pa me e kthy, por e ka pas niyetin të pastër dhe të mirë me e kthy borxhin, me e pastru, atëherë Allahu subhanahu wa taala ja pastron atit. Si? Ose, thot Sheikh Zejdi rahimullah, ja bën Allahu zemrën atit, pronarit të asaj pasuris, që m'ja fal atit. Edhe ai sikur se s'ka borxh më, ja bën halal. Kjo është një. Ose dyta, dikush paraqitet prej familjes së tij, ose do një afërmi i tij që ja pastron atë borxh. Dhe treta, thot Sheikh Uthemini rahimahullah, Allahu ja fal atit në ditën e gjykimit, ja fal, kurse këtij tjetrit të dëmtuarit, borxhdhënësit, ose i fal mëkatet të tij për shkak të borxhit, i fal prej mëkate. E nëse s'ka mëkate, ndodh që s'ka mëkate, e ngrit në grada më të larta, se sa që ka merituar. Edhe prap do më thonë në borxhi i tij pastrohet. Kjo kur e ka niyetin të mirë, të pastër, të sinqert. Pa me bë do më thonë dredhina dhe lojra. Pastaj hadithi i radhës, dhe është hadithi i fundit për sonte, thot autori rahimahullah, وعن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد فجاءه بكتف فكتبها وشكى ابن أم مكتوم رضي الله عنه ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. Tregon el-Bara radiallahu anhu se kur i zbriti pejgamberit alayhi salatu wasalam ajeti, përkthimi është nuk janë të barabartë ata besimtarë që qëndrojnë ulur. Nuk janë të barabartë ata besimtarë që qëndrojnë ulur. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam e ftoi Zeidin dhe erdhi ai domethënë me diçka që me shënu kët ajet dhe shënoi e shkruajti. Atëherë këtu u ankua Abdullah ibn Umektumi radiallahu anhu. U ankua domethënë i erdhi rand. Shkaku do më thonë e vështirësisë që e kishte, që nuk ishte shikim. Edhe pa tjetër do më thonë do ishte i ullur, nuk mundeshte me dalë do më thonë në fush bete, edhe ishte justifikuar. Prandaj, zbriti, do më thonë edhe kjo pjesa pasaj të ajetit. Ghayru uli darar. Do thonë nuk mbeti vetëm, nuk janë të barabartë ata besimtarë që shndrojnë të ulur, por erdhi do thonë një përjashtim që janë të justifikuar përveç atyre që kanë pengesë. Janë të justifikuar do më thonë. Janë të justifikuar. Dhe thotë që Zeid rahimullah, ky hadith tregon dhe aludon se nuk janë të barabartë. Nuk janë të barabartë ata besimtar, i cili ose ai besimtar i cili qëndron në shtëpinë e tij, me familjen e tij, dhe ai i cili ka dalë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe përballohet domethënë me armiqtë e Allahut subhanahu wa taala. Këta domethënë nuk janë të barabartë në vlerë dhe shpërblim. Nuk janë të barabartë në vlerë dhe në shpërblim. Ky sahabiu i nderuar, Abdullah ibn Umi Mektum radiallahu anhu,
Thot Imam al-Dhahabi rahimullah në Siyar A'lam an-Nubala, është min as-sabiqin al-muhajirin, është prej parëve domethënë që kanë hyrë në Islam dhe kanë emigru në Medinë. Kanë emigroi domethënë në pak, domethënë për një periudhë të shkurt pas luftës së Bedrit. Emigroi domethënë në Medinë dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte konsiderat të madhe për to. Saqë kur largohesh te pejgamberi alayhi salatu wasalam jashtë Medinës, në disa situata e ka lënë këtë në Medinë të kujdeset për njerëzit dhe me i pri në namaz. Këtë me i pri muslimanët në namaz. Abdullah ibn Mektumin radiallahu anhu. Por pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam, përmendet, Dhahabiu thot, është përmendur domethënë që ky burr i madh, Abdullah ibn Mektumi radiallahu anhu, ka ra domethënë istushhida domethënë në luftën domethënë el-Qadisiyya. Në luftën el-Qadisiyya domethënë me Perziant, kur ka qenë prijesi i muslimanëve në atë luftë Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, kurse në anën tjetër të perzianëve domethënë kanë qenë Rustem. Edhe 3 ditë është zhvilluar ajo luftë dhe pas 3 ditëve domethënë është vrarë ky Rustemi, la'anahullah, edhe muslimanët kanë fituar, kurse thotë Dhahabi rahimullah, është përmend domethënë se muslimanët kanë qenë 7.000 luftare, pak më shumë, 7.000. Kurse mushrikët kanë qenë 40.000, në një transmetim tjetër 60.000 dhe kanë pas me vete 70.000 elefanta. 70.000 elefanta dhe 40.000 luftëtarë. Kurse muslimanët 7.000 edhe pak më shumë. Dhe kanë fituar atë luftë, edhe këtu domethënë përmendet të se ka ra domethënë shahid. Abdullah ibn Mektumi radiallahu anhu, i cili ka qenë domethënë në Medinë muezini i pejgamberit alayhi salatu wassalam. I cili ka qenë muezini i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo tregon domethënë që sa dëshirë të madhe ka pas, megjithatë që i ka qenë justifikuar, ka pas justifikim, po dëshira e madhe e tij ka qenë shumë e madhe që me marr pjesë me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këto luftra. Pastaj Sheikh Zejdi rahimahullah thot se ky hadith padyshim domethënë është motivim domethënë, dhe kur flasim për temën e xhihadit, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, kjo na çon neve të flasim domethënë për xhihadin në kuptimin e përgjithshëm. Kjo na çon që të flasim domethënë për xhihadin në kuptimin e përgjithshëm, i cili fillon domethënë ky xhihadi në kuptimin më i gjerë ose më i përgjithshëm, është domethënë xhihadi me nefsin e vet. Kjo është një herë, pastaj vjen ai tjetri. Domethënë xhihadi bi xhihadi nefs, që robi domethënë e lufton nefsin e tij, egon e tij, e edukon vetën e tij. Dhe ai robi muslimani i jep përparësi ma shumë asaj që është në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam para vetës së tij. Kjo është edukat, domethënë tamam. Kjo është edukat, që t'japish përparësi domethënë asaj që është në Kur'an dhe Sunet. Kjo është tamam xhihad, të bësh luftë me veten tënde. Edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah, ky xhihadun nefs, me luftu me nefsin tënd, ka përmend Ibnul Qayyim rahimahullah 4 shkalla, që ky xhihad domethënë të plotësohet, të përmbushet, ky xhihadin nefs duhet domethënë me kalu 4 shkalla. Khawarij kishin thonë na be shumë këta 4 shkalla, ne du me njëherë të futemi.
Se kjo është logjika e havaritëve. Shumë gjatë po shkon ky xhihadi juaj. Ne du me një herë. Nuk ka me një herë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam 13 vjet të tëra i edukonte sahabët e tij ridwanullahi alejhim. Në Mekë. Pastaj edhe në Medinë. 4 shkalla. Nuk shkon shpejt. Shpejt vetëm te havaritët. Te ata që bojnë domethënë shkatrime, çrregullime, prishje. Shkalla e parë, dëgjoni mirë, do të thonë këta janë shumë me rëndësi. Edhe janë të Imam Ibnul Qayyim rahimullah, një mjeshtër domethënë jashtëzakonisht i talentuar. Sepse Imam Ibnul Qayyim rahimahullah i ka nxjerr këto 4 shkalla jo prej xhepit vet, po prej Kur'anit dhe Sunetit. Thot Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, që me luftu nefsin që derisa ta kuptoj shfen e Allahut dhe udhëzimin me të cilin ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Po kjo na shkon gjithë jeta. Po shkon. Do thonë ta luftojsh nefsin tënd derisa ta kuptojsh domethënë fen e Allahut subhanahu wa taala dhe udhëzimin me të cilin ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kjo është shkalla e parë. Shkalla e dytë, mertebatu thania, që me luftu nefsin që të punojsh me atë që e ke mësuar dhe e ke kuptuar. Kjo është shkalla e dytë. Të punojsh me atë që e ke mësu dhe e ke kuptu. Shkalla e tretë është që atë që e ke mësu dhe ke punu dhe e ke kuptu, të apërcjellish të tjerëve. Shkalla e katërt, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, është që personi në fjalë, kur ka mësu, ka kuptu, ka punu, ka përcjell, atëherë do më thonë, kur përballet me vështirësi dhe dëme në këtë rrugë, ai do më thonë i duron ata. Ai i duron. Atëherë, thot Sheikh Zejdi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kur i plotson robi këto 4 shkalla, atëherë ai e ka mundësinë domethënë që me luftu dikë tjetër. Me u ballafaqu me dikë tjetër në fushë betejë. Pa me i plotsu këto domethënë e ke kot. Se ai një vllai jon që na tregonte domethënë në Libi vitet e 90-ta, ku diku ka ndash me shku ata në Irak ose ku diku. E në vjen tha njëri na pyet a bën me shku në filan vend të filan ku e diku, e ne tu e pi cigaren, tu e hek cigaren. A i thot, ittaqillah, ke frikë Allahun, lije këto cigaret njëherë, duhanin. Jo po i thot se në le duhanin, kam vështirësi unë. Atër i thot, ti ke vështirësi këto cigare me lënë, e do nesër me u ballafaqu me dikën, në fushë bete, si ka mundësi kjo. Ti do thonë, vetën njerë nuk e ke mund, do në ta mundish tjetrin në. Nuk shkon kjo, do më thonë. Prandaj, këta do më thonë çështje që dojnë me pas njeriu parasysh. Edhe kush vjen edhe do me të mashtru që ti sa ke hyrë në Islam, as do shta 2 faqe nuk i ke lexu, edhe do me të fut do më thonë për këto rrugë do më thonë të erta, mos i beso se janë mashtrues. Se janë mashtrues do më thonë, shikon një do ti të mësojsh fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, ta kuptojsh, ta zbatojsh. Jo ti as nuk ke mësu, as në farë lloj rregull, do shta ata as suratul Fatiha nuk din ta lexojnë, edhe hajde shko do më thonë në atje. Mjaftojmë i bidhnillahi ta'ala me kaq, edhe në mësimin e radhës, vazhdojmë do të thonë me hadithin 792. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.